Edhe pse është marrë i pandehur nga SPAK, drejtori i ARSH-s Gendian Gjyli vijon të nënshkruajë tendera me vlera të larta. Një ndër më të debatueshmit është ai për rrugën lidhëse të tunelit të Llogaras me një fond limit për mbi 5.7 miliard lekësh. Fitues është shpallur kompania Gjoka Construction e biznesmenit Rok Gjoka, ndërkohë që Open Data Albania ka shënuar këtë procedurë me flamur të kuq për dyshime të forta favorizimi. Sipas dokumenteve, operatorët e tjerë kanë ofruar çmime më të ulta, por janë skualifikuar për arsye teknike që interpretohen në favor të kompanisë fituese. Një prej ofertave të refuzuara ishte 130 milion lek më e lirë, por u skualifikuan në mënyrë të dyshimtë, çka ka ngritur shqetësime për mungesë gare të ndershme dhe transparencë në menaxhimin e fondeve publike. Rruga e re do të jetë 1.7 kilometër, përfshirë një segment ekzistues dhe një rreth rrotullim që do të lidhë aksin Palas-Dërmi. Punimet pritet të përfundojnë për 10 muaj. Ndërkohë, kompanitë e Rok Gjokës dhe Bashkim Ulet kontrollojnë edhe kontratat për mirëmbajtjen e tunelit, duke forcuar pozitat e tyre në zonë përmes tenderave me vlerë të lartë dhe konkurrencë të debatueshme.